Në Rubik, festimet e shëlbuamit zgjatën 3 ditë, duke e kthyer qytetin në një pikë aktivitetesh kulturore, lojrash tradicionale dhe koncertesh për të gjitha moshat. Ceremonia fetare në kishën e shëlbuamit ishte momenti më i rëndësishëm që i dha thellësi shpirtërore eventit, organizuar nga Bashkia e Mirditës dhe Famullia e zonës. Çdo vit festës së famullisë, festës së kishës së shëlbumit, kemi dashur të japim ato mundësitë tona një atmosferë gëzimi. Shpesh herë të përqendruar tek shërbesat, lutjet, falënderimet e përbashkëta të popullit besimtar. Festa e shëlbumit bashkoi banor, vizitorë dhe emigrant të ardhur nga larg për të ndëruar këtë ngjarje të rëndësishme fetare. Festa e shëlbumit është një festë zonale për zonën e Rubikut. Realisht këtë vit, si njësi administrative dhe Bashkia e Mirditë, jemi mundu ta bëjmë në mënyrën më të bukur të mundur. Bashkia e Mirditë ka ndërmarrë iniciativë për ndryshimin e rrugës së kishës. Kjo ngjarje nuk është vetëm një traditë fetare, por simbol i identitetit dhe i lidhjes së fortë mes komunitetit dhe historisë së tij. Unë që jetoj prej vitesh jashtë qytetit, kthehem me shumë kënaqësi. Festimet i dhanë një shtysë të rëndësishme jetës sociale dhe ekonomike të Rubikut, duke e kthyer qytetin në një destinacion tërheqës për të gjithë ata që duan të përjetojnë kulturën dhe mikpritjen lokale.